Atëherë, sa i përket ditës së 8 marsit, realisht është një ditë e veçantë për gratë, sidomos për gratë shqiptare. Këtu do më lejoni pak më gjerësisht të shprehem për vetë arsyen dhe rolin dhe rëndësinë e grave në shoqërinë shqiptare, të cilët është për t'u admiruar dhe unë sot pikërisht për këtë arsye, po jo vetëm gratë shqiptare, po edhe gratë në përgjithësi kam vendosur që ditën e 8 marsit të jem në qytetin tim të Gostivarit, sepse kam vendosur që sot në shenjë respekti për stafin e qendrës për strehimoren e viktimave të dhunës dhe grave të cilët tashmë janë të strehuara në këtë strehimore, simbolikisht që dhuroj nga një lule për t'ju treguar që kanë mbështetje edhe institucionale, por edhe nga vetë fakti sepse jam pjesë e një projekti kaq të rëndësishëm dhe kur flitet për strehimoren për viktimat e dhunës, fatkeqësisht mund të them se është e vetmja strehimore në rajonin e Pollogut, një rajon që përfshin, në mos gabohem, diku mbi 8 ose 9 komuna dhe deri tash ky rajon ka qenë pa një institucion ku gratë të kenë mundur të gjejnë sigurinë dhe mbështetjen. Për këtë arsye, domethënë edhe për herë të parë që është realizuar një aktivitet dhe projekt kaq i rëndësishëm në qytetin e Gostivarit, unë kam vendosur që sot simbolikisht i mbështes ato gratë duke i inkurajuar dhe duke i motivuar që pas gjithë kësaj të cilën ata e kalojnë në jetën e tyre, të mundet ta gjejnë veten në shoqëri. Mirë po, këtu patjetër më duhet të them se 8 marsi në vete si një ditë mjaft e rëndësishme dhe pse njihet si dita e nënave në opinion, në fakt është ditë mjaft e rëndësishme për të drejtat e grave dhe gratë të cilët tash kanë mundësinë për të ngritur zërin për gratë të tjera, duhet të bëjmë të pamundurën për fuqizimin e grave dhe rolin e tyre në shoqëri. Andaj unë sot shpreh mirënjohjen time pa kufi për të gjitha ata gra të cilët japin kontribut të veçantë në shoqëri, sepse gruan e shoh si shtyllë kryesore për edukimin e brezave të ardhshëm, por mbi të gjitha brezave të shëndosh. Fatkeqësisht më lejoni gëzime të them që nuk do të ndalem të jap numra statistikor, por statistikisht flitet që dhunuesit më së shumti janë burra. Unë do të jepsha një mesazh për gjitha nënat dhe gratë që fillimisht të fillojmë edukatën tek fëmijët e sidomos tek meshkujt, që nesër ata të jenë shtylla e familjes për një shoqëri të shëndosh, por edhe për një familje të ngushtë të shëndosh. Unë nuk do të kisha dashur asnjëherë që ne në qytetin tonë, po kudo qoftë shoqëria shqiptare, po edhe të gjitha nacionalitetet tjera, të përballemi me fenomeni siç është dhuna në familje, por siç dihet tashmë është një fenomen i cili nuk njeh kombësi, nuk njeh moshë ose nuk njeh shtet më të zhvilluar dhe më pak të zhvilluar. Ajo çfarë është e rëndësishme është që ky fenomen duhet të përkrahet dhe të mbështetet institucionalisht dhe ne të ju gjendemi afër të gjithë atyre që janë viktimë e këtij fenomeni, duke ndihmuar në ngritjen e vetdijes si dhe në mbështetje të viktimave të dhunës në familje. Ndërkaq më lejoni këtu që gjithashtu të uroj 8 marsin të gjitha nënave, të gjitha grave, të gjitha zonjave, të shpreh mirënjohje për kontributin cili do qoftë ai dhe që themi që gjithmonë mund të gjenë mbështetje edhe institucionale.